kur rregulloria e kuvendit thot në seancë plenare projekt ligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundër firmues të tij në Këshillin e Ministrave. Ju përsëris që zëvendës kryeministria nuk është sot dhe nuk do jetë në seancë. Ju lutem, tani mos vazhdojmë se jam dakord me atë që halle kjo dynja, po hallet tuaja janë çuditshme. Me gjithë ato që ka ndodhur, zoti Noga ka hall kush do jetë kryetar kuvendit se ndoshta e ëndërronte vetë. Ju keni hall kush do ta prezantoj projekt ligjin, unë nuk e kuptoj. Zoti Bardhi, ju respektuam, ju dëgjuam, bëni pyetje për projekt ligjin. Për projekt ligjin. Pa ka mundësi të lutem mos më ndërhysh ndërkohë që unë flas? Për projekt ligjin. Po ke marrë huqet e Ermonelës. Nuk përgjigjet zoti Balla për rregulloren e kuvendit e keni aty. Zonja kryetare, të paktën ngriu në lartësinë e zonjës Nikolla. Ti aty po sillesh një lloj si Ermonela Felaj. Nuk jeni në pozitat na tregoni lartësitë nga gropa ku keni rënë. Tani do përgjigjeni, do pyeni pyetje për projekt ligjin apo jo?